الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Filloj me emrin e Zotit gjithëmshëshme, mëshirëplotit, sunduesit të madh ditës gjykimit. Allahun e falenderojmë, prej Allahut kërkojmë falje dhe ndihmë. Dëshmojmë deklarojmë që Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i Tij. Përshëndetje, salavat e selamet ja dërgojmë atij, familjes tij të pastë, shokëve të tij besnik, gjithë atyre që ndjekën dhe pasojnë udhëzimin e tij. Falenderojmë Allahun i cili na dha shëndet dhe jetë, të presim edhe këtë ditë bekuar të muajit shenjtë Ramazanit, duke lutur Allahun që adhurimet e kësaj dite dhe ditëve të kaluara Zoti na i ketë pranuar. E lutim Zotin që ta jap shëndet dhe ymër, të presim edhe këto pak ditë që na kanë mbetur, me shpresën dhe lutjen më sinqertë që Zoti na fal dhe të na mëshirojë gjatë këtij muaji shenjtë Ramazanit. Do të mundohemi sot inshallah të flasim për faljen e Zotit të Madhreshëm, pjesën tjetër që kemi mbet duke shpjeguar, e që ka të bëjë atë ditë kur do dalëm para madhënisë të Zotit, ditën e Kiametit, kur Zoti i Madhreshëm do t'i gjykojë njerëzit dhe atë do ta shohim praktikisht se sa Zoti i Madhreshëm do të jetë falës dhe mëshirues i madh për robërit e Tij. Do të fillojmë me një hadith pejgamberit alayhis salam që transmetohet që njëherë një beduin, një njeri i shkretirës e kishte pyetur pejgamberin alayhis salam: "O i dërguari i Allahut, kush do t'ju kërkoj llogari njerëzve në ditën e Kiametit?" Beduini po e pyet pejgamberin alayhis salam: "Kush do t'ju kërkoj llogari njerëzve nesër në ditën e Kiametit?" Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Zoti." Beduini tha: "A vetë Zoti?" E pyeti përsëri. Pejgamberi alayhis salam tha: "Vetë Zoti." Atëherë beduini buzëqeshi kur e ndëgjoi këtë përgjigje nga pejgamberi alayhis salam, ndërsa pejgamberi alayhis salam i habitur e pyeti atë: "Për çfarë buzëqeshe, o vëllai i dashur?" Atëherë ai tha: "O i dërguari i Allahut, bujari kur ka në dorë diçka fal, mirë po thotë edhe kur kërkon llogari përsëri të fal." Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha atij duke e vërtetuar: "Ashtu është sepse nuk ka më bujar se sa Allahu i Madhreshëm." Kjo është hadithi me cilën tregohet praktikisht që vërtet Zoti i Madhreshëm është falës i madh dhe mëshirues i madh. E dim që Zoti i Madhreshëm mëshirën e Tij e ka ndonë në 100 pjesë. Një pjesë e ka zbritur në këtë botë që me të mëshirohen njerëzit dhe gjitha krijesat. 99 mëshira tjera Zoti i Madhreshëm i ka lënë nesër ditën e Kiametit. Dhe ashtu që është transmetohet, kur do dolën para madhënisë Zotit, kjo një mëshirë që ka qenë në dunjë do të bashkangjitet me 99 mëshirat e Allahut të Madhreshëm, dhe atëherë Zoti i Madhreshëm do të fillojë të mëshirojë njerëzit dhe besimtarët aq shumë sa që ka transmetime kur edhe vetë shejtani e sheh që kaq i mëshirshëm do të jetë Zoti me robët e Tij, do të zgjatet duke menduar që edhe ato vetë kanë me përfshi mëshirën e Zotit, aq mëshirë të madhe që Zoti i Madhreshëm do të zbret për robërit e Tij. Transmetohet pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe thuhet do të qëndrojë dikush prej umetit tim para Zotit në ditën e Kiametit dhe do t'i thotë Zoti atij: "I hapni regjistrat e veprave dhe do t'i hapen thot 99 regjistra. Secili prej këtyre regjistrave shtrihet sa toka deri në horizontin e lartë." Atëherë kur i shikon njeriu, kur i shikon robi gjitha regjistrat, e vrem vetën se subhanallahu është në humbje, sepse regjistrat e tij nuk janë ashtu që Zoti është i kënaqur me ta. Dhe subhanallahu në anën tjetër, Zoti i Madhreshëm ja paraqet veprat e mira që ka bërë ky person. Dhe e thret Zoti robën e vet, duke i thënë: "O robën, a ke ndonjë justifikim për gjunohet që i ke bërë?" "Jo, o Zot," do t'i përgjigjet robi. Pejgamberi atëherë Zoti i Madhreshëm i thënë duke i thënë: "O robën, mos të kam bënë ndonjë padrejtësi ty." Atëherë thot: "Jo, o Zot, po me lekët e mia thot mos të kam bënë ndonjë padrejtësi." "Jo, o Zot," ja thënë njeriu. Atëherë Zoti po e pyet robën e vet: "Mos nuk të ka arritur mesazhi im sa ke qenë gjallë në dunjë?" Do t'i përgjigjet robi: "Po, o Zot, më ka arritur ai." Atëherë Zoti i Madhreshëm i thot këtij personi: "Mos u ngut sepse ka akoma diçka që nuk e na vendos peshorën e veprave tua." Edhe njeriu i habitur dhe i çuditur do të thotë:
po çfarë do të më bëj dobi një e mirë o Zot, ka shi 99 regjistrave të cilët i kam devijuar dhe të cilët i kam mbushur me gjunave. Zoti i Madhërisht i përgjigjet të robën, tek unë nuk i bëhet padrejtësia askujt. Atëherë Zoti i Madhërisht urdhëron me lajket e veta duke thënë me lajket e mia, i sillni robën tim atë që unë e kam përgatit për të, që është një copë letre që shkruhet diçka në të. Dhe robi kur e sheh, thotë o Zot, çka mund të bëj kjo copë letre, ka shije 99 regjistrave. Dhe Zoti i Madhërisht më thotë me lajkeve, vendosni atë copë letër në krahun e djathtë të veprave të mira të robit tim. Dhe çfarë shkruhet në atë fjalë? Aty në atë letër shkruhet dëshmia më e madhe për cilën Zoti krijoi tokën dhe qiellin dhe gjithçka që ka, ajo është ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe kur Zoti vendos atë në peshojën e veprave të mira, atëherë i thotë robit, o robi im, shko thot sepse ti e ke dëshmu me zemër dhe me shpirt, dhe atëherë thot kjo është dëshmia për cilën Zoti ka folë ty, dhe nuk ka gjë e cila rëndon peshojën e veprave të mira nesër para Allahut sesa dëshmia që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe kështu Zoti e fal robën e tij. Prandaj, dashur vëllezër nderuara motra, prej mëshirës Zotit Madhërisht nesër ditën e Kiametit, është që kur të paraqitemi ne para Allahut Madhërisht, Zoti Madhërisht do të na thotë kështu: o robi im, afrohu pranë meje. Zoti i Madhërisht do të na thresë, o robi im, afrohu pranë meje. Do të afrohemi afër Zotit dhe do ta mbuloj drita, nuri i Allahut Madhërisht. Më pas, Zoti i Madhërisht do të lëshojë disa perde me qëllim që biseda mes neve dhe Zotit mos ta ndëgjojë askush tjetër. Dhe Zoti na ruan atë shëtsin dhe sekretin tonë. Dhe Zoti i Madhërisht fillon do të na pyet: o robi im, e mbon me filan gjunohin që ke bo, po filan gjunohin tjetër që ke bo. Dhe robi do të mendoj që nga pyetja që Zoti pia parashtre, që pia përmend të meta dhe gjunohet që i ka bo, është i humbur, ka deviju dhe e pret dënimi i Zotit. Atëherë Zoti i Madhërisht çfarë do të thotë? O robi im, unë gjitha këto gjunohet i kam mbulu në dunja, ndërsa sotët ti kam falë ato dhe ti je i falur dhe unë jam i kënaqur me ty, prandaj shko dhe hyn në xhenetet e mia. Domethënë Zoti i Madhërisht praktikisht e shohim që nesër ditën e Kiametit na paraqitet me mëshirën e tij absolute dhe me faljen e tij, e që Zoti i Madhërisht ashtu siç ne ka mbuluar metat dhe gjunohet këtë botë, nesër ditën e Kiametit do të na i falë ato. Ndërsa kur pejgamberi alayhis salatu wassalam e paraqet gjendjen e njerëzve në ditën e Kiametit kur do dalin para Zotit, thotë kështu: do të visat një njeri ditën e Kiametit duke mbajtur në dorë librin e tij të veprave. Secila kena me pas librin tonë që kena mbush vetë ne. Do të thotë Zoti, lexoje librin tënd. Do të filloj njeriu të lexojë librin e tij dhe sa herë që lexon diçka të mirë që ka vepruar këtë botë, thot pejgamberi Islami zbardhet fytyra e tij dhe i bie në sejdë Zotit. Ndërsa sa herë që lexon gabimet dhe gjunohet që ka pasur, i nxihet fytyra e tij. Dhe kështu vazhdon robi thot ta lexoj librin e tij derisa thot e shef që vërtet ai nuk ka mjaftuar shumë vepra të mira ka shi Zotit Madhërisht. Atëherë Zoti Madhërisht ju thot me lajkeve, o me lajket e mia, ato veprat e këqija që i ka bërë robi im, merrnja dhe falnja dhe shndrojnja vepra të mira. Dhe subhanallah ja shndrojnë vepra të mira. Dhe thot pejgamberi alayhis salam e thret Zotit për këtë njeri. Dhe i thot robi im, fillo dhe lexoj veprat tua. Edhe çka do, fillon robi e lexon veprën e vet. Subhanallah, e lexon veprën e mirë, i bostir shtyra i shndrit. Kur vjen te vepra e keqe që lexoj më herët, u shndrua të mirë, edhe habitet robi. Përsëri i shndritet shtyra. Dhe subhanallah thot pejgamberi alayhis salam, prej shndritjes shtyrës së tij dhe prej nurit të këtij, ky fillon me ron sejdë dhe të tjerë që janë ato duke po ato thonë:
o sa mirë kë njeri, vërtet kë pas ka qenë njeri që dhe si pas ka bo gjuna Zotit në dënjas një herë. Subhanallah, më herët ke i destinum për dëshkim, me falja dhe mshirën e Zotit, Allah i madhreshëm, si kur po do mi të reguhe njerëzve që vërtet kjo është Zotit jonë, i cilë është falës i madhë, mshiruës i madhë. Dhe naturisht, falja me madhe, e cila do ndodhë nesër kur do dalëm para madhni Zotit, është pikërisht falja për ty dhe për mu. Pse për neve? Sepse në ka të regu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot ai sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit, ku me thirr Zotin o Zot, ku janë umeti jam? Resulullah alayhi salatu wassalam. Pas thirrjes se të t'ja bëj Zotit o Allah, ku është umeti jam? Do të shohët disa pejgamber, që nuk kanë pas vete, pas ju veç një person. Veç një person me pejgamber. Do të vinë sa pas ti për një pejgamber me 2 persona tjerë që kanë pasu. Pas kësaj thot, ko mu shfosh një turm e madhe e njerëzve. Dhe unë, thot, i thëmë Zotit, o Allah, kjo është umeti jam. Kjo turma me madhe, kjo është umeti jam. Allah thot, ko më thonë, o Muhammed, nuk është umeti të këtë. Po kush thot, kjo është umeti Musës alayhis salam. Vazhdo thot Allahu pejgamberit alayhis salam, vazhdo thot edhe pak. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, do të vazhdoj edhe pak dhe do të shon një turm njerëz zakonisht madhe njerëzish. Edhe këtë të thamë Allahut, o Allah, kjo është umeti jam? Thot Allahu, ku më thonë, o i dërguar jam, kjo është umeti jam. Dhe do të thot Zoti pejgamberit alayhis salatu wassalam, për hatrin tënd 70.000 prej tyre janë xhenet pa llogari. Për hatrin tënd, o Muhammed, 70.000 prej umetit tënd janë xhenet pa llogari. Allah. Vazhdon pejgamberi alayhis salam ende duke lutur Allah. O ma arsalnake illa rahmatan lil alamin. Se dërguam ty Muhammed veç mëshirë. Dhe Resulullah i thotë Allah, umeti jam, jenë me shumë hale. I thotë Allahu, o i dërguar jam, çdo 1.070.000 janë pa llogari. 1.000 llogaritën 70.000 pa llogari në xhenet. Subhanallahil azim. Vazhdon më tutje. Subhanallah. Kështu Zoti madhreshëm. Vazhdon me umetin e Resulullahit alayhis salatu wassalam. Dhe ma shumë se kaq. Do të hyjë në umetin jem, ka thonë pejgamberi në Islam xhenet, e do të ketë prej tyre që për faktes do të dëshkohen zjarën e xhenemit. Atëherë do të thras Allahu i madhreshëm. Duke e por kënguljen e Resulullahit alayhis salatu wassalam, që vazhdimisht thret, o Zot umeti jam. Duke po që edhe me lajket lutën për umetin e Resulullahit alayhis salatu wassalam. Duke po që edhe banorët e xhenetit lutën për ata që janë shkuar në xhenem, o Zot, i kena do nej, sjell na këtej. Atëherë do të thotë Zoti i madhreshëm, ndërmjetësoj i dashurien, ndërmjetësuan me lajket, ndërmjetësuan dhe banorët e xhenetit. Dhe tani do të vinë pyetje mëshira ime. Dhe është momenti kur Allah i madhreshëm do thotë, vetëm një herë kush ka thonë me zemrën e tij, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, s'do të jetë më banor i xhenemit. Dhe do t'i nxjerr Zoti për xhenemit dhe nxjerr janë të zi si kur ka trone, si se ngjeli.
prej dënimit tashme. Atëherë Zoti do t'i pastroj në lumin e jetës quhet. Dhe banorët e xhenetit do t'ju thojnë tyne çorikta xhenemit. Allahu do t'ju thot banorëve të xhenetit, zguxoni me qujt ashtu. Këta janë të shpëtuarit e mëshiruesit. Këta që nxirra janë ata që mëshiruesi absolut Allahu i mëshiroj dhe i falë. Ju zguxoni me qujt banorët e xhenemit. Do shëllëzën, nëse dojnë vërtet faljen e Zotit, dy elemente na duhen dhe billni na do të arrijë faljen e Zotit. E para, mu pendu për shkrejt që e këna bojë, me kushtet e pendimit, cilat janë sinqerisht mu pendu, mi braktis gjënohën, edhe me vendosi mu kormës mu kësujnë gjënohën që e këna bojë. I plëcujmë të 3 kushte, billni na pendimi është në rregull, Zoti na ka pranuar. Dhe e dyta, me fol njerëzit që më na fol Zoti neve. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, kush i mëshiron të tjerët, ku më mëshiron Zoti ata. Kush janë mbulon vllotëve në të metë këtë botë, Allahu më janë mbulon në të metë në esën ditën e gjykimit. Ndërsa Omer ibn al-Khattab e bën në ditën e 27 Ramazanit që praktikisht llogaritet me kanata e kadrit. Çka ka bën? Kur ditën e 27 ka thënë Allah, krejt dhe njerëzve ja ku fol. Kush çam pa bosta do të folën për me. Halal. E ona për përmbylli veç me një hadith pejgamberit alayhis salam. Ka thonë ai sallallahu alaihi wasallam, dy njerëz prej umetit tim do të vinë ditën e kiametit dhe do të gjunjëzohen para arshit Allahut madhëshëm. Njëri prej tyre do të thotë, o Zot, merr ma hapun prej këtij që më ka hin hak. Merr ma hapun prej këtij që më ka hin hak. Dhe Zoti madhëshëm do të thotë tjetrit, jepja hapun. E ai do t'i përgjigjet, o Zot, unë kam mbaru të mirat, s'ka të mira. Çka më vjen? Allahu i kthehet të parë thotë, nuk ka të mira, çish më ta kthy hapun. I thot i parë thotë, o Zot, merr me të këqijat e mia dhe gjuja tinaj. Sepse atë është drejtësia absolute e Allahut. E Allahu i madhëshëm i thot, kam diçka më të mirë se kjo robi jam. Subhanallahi al-azim. Po çka është ajo o Zot? E pyet robi. Sot kthej kokën dhe shiko këtë. Kur e kthen kokën robi e sheh një pallat ndërtuar prej orit dhe prej argjentit. Diçka që në jetën e vet sytë e tij se kishin po. Dhe po e pyet Allahun, o Zot, i cili dëshmor është ky pallat? Cili shahid e ka dhënë jetën për ty dhe ja ka ndërtuar ky pallat? Tha Zoti i madhëshëm, ky pallat është i atij që e pagun çmimin e tij. Që ky pallat është i atij që e pagun çmimin e tij, sa Zoti. Po kush është ajo Allah? E tha Zoti, ai që e ka folë vllahun e vet, ky pallat është i tij. E folë o Zot. Atëherë Allah tha, merr vllahun të përdor dhe shkon në xhenet. Dashën të një, jena në ujnë e foljes. Tani ose ku do të mi haru krejt të lashët probleme, sfidat, që kina në një veti. Që ose tash nuk jenë zbut zemët, mja po një tjetërit harroni që këne me najherë këmë në orke mundësi. Që ose vërtet e folim një tjetërin këmë në folja që është lartë. Që ose vërtet jena doshë dhe tafër për një tjetërin këmë në doshë taj. Dashuria, mëshira, mirësia, nimeti, bereqeti Allahut është atëherë kur na e dojmë njëri tjetrin. Momenti kur na e udhëjmë njëri tjetrin. Momenti kur na zojna me po me sy njëri tjetrin. Momenti kur na dojna veç për vete dhe kush për tjetrin, aty s'ka mëshirë dhe rahmet Zotit. Mëshira e Zotit është ngrit lart. Prandaj dashën të mi, ta lutim Zotin e Madhëshëm vërtet na bëj prej atyre që zemrat tona rritën qaq mëdha, sot që ata që na kanë bërë padrejti sot për këtë ditë i thojnë ashtu se i fol. Le të jenë këtë ditë, atë ditë kur zemrat tona zbuten, e kur vjet dita e Bajramit, aty në që kena qenë derën bukur mati që i kemi prej tafërmve,
Mos jetë maja dherë më shejtë, po do të më qeti. Nuk guxojmë me posë dryna me njerës që i kemë zamës. Me njerës që i kemë tafërt, zguxojmë me gjithë dryna. Që se bojnë ato këna vënd të këpyqe krejtë Ramazanit. Zoti na falë. Zoti ju bëjë gjëzë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.